40 milion euro, të cilat, se më duket isha i qartë, mbi 40 milion euro, të cilat, si që përmenda, në 6 hapa, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen deri në ditën e djeshme, mjetet për këto humbin. Antigoni Sufi, gazetare në Kallca.com. Zotri Zulfa e përmendet që rreth 40 milion euro pritet të humbosen, apo mundemi me thonë që veç se kanë humb këto 40 milion euro, edhe cilat projekte postojnë prej kësaj humbje. Gjithashtu, a ka ndonjë gjos që munden me mos me humbit, apo ka përfundu gjithçka? Falenderit, po vlerësimi jonë është që nga këto 6 hapa, vlera është mbi 40 milion. Sepse varet se si komisioni bën vlerësimin e hapave që ne i kemi konsideruar të përfunduar nga këta 13 sa ishin. Te strategjia për luftimin e krimit të organizuar janë edhe 2 nën hapa të zëm, ku kemi edhe hapjen e një nën llogarie të veçantë për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe kjo është bërë, domethënë nga qeveria, dhe nën hapat e tjerë dhe më varet prej komisionit nëse do ta vlerësoj megjithatë përpjekjen për realizimin e nën hapav, kur mungon realizimi i hapit kryesor, që është strategjia për luftimin kundër krimit të organizuar, të cilën duhet ta bëj qeveria në funksion të plot. Por mund të thuhet që nga bllokada në kuvend, pjesa që ka të bëjë me ligjet, konsiderohen afati i humbur, dhe sigurisht reformat ne do të shtyjmë përpara, sepse ato janë të mirën e qytetarëve dhe ato do të zbatohen gjithsesi. Por nuk kanë arritur të zbatohen në kohë për të përfituar nga fondet të cilat janë alokuar nga Bashkimi Evropian. Fondet për projektet të cilat do duhet të përfitonin është një pjesë tjetër. 2/3, siç e dini, janë kredi, 1/3 grante, e shumës totale prej 882 milion euro. Dhe ne kemi projekte të cilat realizohen përmes kornizës e investimeve të Ballkanit perëndimor, kjo WBIF, ku kemi projekte rreth 400 milion euro që presin për financim. Pjesa tjetër do të jetë direkt në buxhetin e Republikës Kosovës, për cilat pastaj qeveria do t'i destinojë në projekte të ndryshme. Por kjo është pak a shumë ndarja. Edhe njerë? Po, këtu, mbi 40 milion euro, të cilat, se më duket isha i qartë, mbi 40 milion euro, të cilat, si që përmenda, në 6 hapa, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen deri në ditën e djeshme, mjetet për këto humbin.